Koha e gjatë në paraburgim, që në rastin e Thaqit, Veselit dhe Selimit dhe Krasniqit, në rreth 5 vite e gjysmë, nuk është shkelja vetme gjatë procedurës. Një shkelje të cilën unë e kam vrejt gjatë gjithë kohës, sepse në bazë të Kushtetutës së Republikës Kosovës, gjuhë zyrtare është gjuha shqipe, apo jo. Ndërsa, në dhomat e specializuara, afati për ushtrimin e mjeteve juridike të pandehurve ju ka rrjedh nga dita kur ata vendimin e kanë marrë në kopjen në gjuhën angleze, që është e patolerueshme, sepse aty mund të ketë pandehur që nuk e flasin rrjedhshëm gjuhën angleze dhe është standard juridikisht i pranuar edhe në arenën ndërkombëtare që afatet procedurale për ushtrimin e mjeteve juridike të rrjedhin pasi që i pandehuri ta merr kopjen e vendimit në gjuhën amtare. Shteti i Kosovës kritikohet më i kujdesshëm, duke angazhuar edhe ekspertë të jashtëm për t'i evidentuar ato përmes raporteve të sakta. Vetëm e po për shkeljen e drejtave të njerëzit që po ndodhin gjatë procesit e të cilat janë të shumta, jo që i themi ne, i kanë thonë edhe institucione të tjera, qysh avokati i popullit për shembull, i kanë ngritur shqetësime që për shkeljen e drejtave të njerëzit atje. Pastaj kemi pasë profesoresha Novenka Trompe, e cila ka qenë e përfshirë në prokurorinë, në anën e prokurisë në kohën kur gjyku zoti Slobodan Milošević në atë kohë, një njohës e mirë e fushës së drejtësisë. Pastaj zoti Granell ka pasur reagime. Po i mbani këta njerëz bang, plot personalitete të tjera. Një tjetër moment kur pati reagime të ashpra në Kosovë ishte vera e vitit të kaluar, kur gjykata speciale vendosi të pranoj prova kundër ish-krerëve të UÇK-s nga Departamenti Serb i Sigurisë Shtetërore, nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë dhe nga Komanda e ashtu quajtur e përbashkët për Kosovën dhe Metohin. Flasim ato institucionet i ke bombarduar vitin 98-99. 26 vite pas, pranon e morë dokumentacion të atyre vite kur te ki pas armish një farforma, sepse kjo bashkia ndërkombëtare i sulmoi, ju e dini, bombardoi caqet e tyre të ushtrisë së serbëve, policisë, po ashtu është për çudi edhe shefi i shërbimit shtetëror serb është i dënuar me mbi 20 vite burg, Jovica Stanishevich. Pastaj është edhe ky Sreten Lukesh, ministri i punëve të brendshme, ishte i dënuar mbi 20 vite burg. Tash vonë ka dalë nga burgi. Plot komandant kësaj komandës ushtarake për Kosovë dhe Metohi, të gjithë janë të dënuar për krime lufte. Prandaj për neve është tepër e papranueshme që bashkia ndërkombëtare në këtë rast tani gjykata speciale, e cila operon në zemër të Evropës me pranuar prova për disa institucione të cilat kanë ushtruar gjenocid mbi vendin tonë. Provat të cilat prokuroria i ka marrë nga shteti serb, për mendimin tim nuk do duhet të pranoheshin fare. Mirëpo gjykata ka marrë një qendrim juridik duke thënë se këto prova do t'i marrë. Mirë po në fund, do të vlerësoj se a do të jenë pranueshme, apo se çfarë fuqie provuese do t'ju jep gjykata, si do t'i vlerësoj. Kështu që tani mbetet të shihet që në verdiktin final çfarë peshe atyre provave do t'ju jep gjykata. Shqetësimi më i madh padyshim vjen për faktin se çfarë ndikimi ka ky proces dhe një vendim i mundshëm në raport me luftën çlirimtare dhe të drejtën e shqiptarëve të Kosovës për liri dhe pavarësi. Fatkeqësia më e madhe është se ne si luftëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, po edhe plot adhetarë të tjerë të cilët kanë kontribuar për lirinë e vendit tonë, nuk kemi çfarë t'ju themi fëmijëve tonë. Dhe këto është tepër vështirë për neve kur fëmia jonë ka më na pyet pas keni qenë shërimtar apo edhe ju pas keni qenë kriminal. Parandojnë një momentin kur do të kemi një verdikt që thotë që ushtria shërimtare e Kosovës ka qenë ndërmarrje përbashkët kriminale. Atëherë po i bën që çdo gjë që është bërë mbinin ndërmarrjes së përbashkët kriminale, prej lirisë së Kosovës deri te shpallja e pavarësisë. Edhe sigurisht që secili prej nesh mundet me njerë me imagjinu se çfarë do të ndodhte në ato rrethana, si do të cilej Serbia, si do të cilej Rusia, si do të cileshin të gjithë ata që deri sot nuk e kanë përkrahur shtetin e Kosovës. Edhe sigurisht që nuk do të qëndrojnë anash që nuk do të qëndrojnë të heshtur, por do të vazhdojnë ta kontestojnë të drejtën e Kosovës për shtet dhe për pavarësi. Ju dini Miloševići me aparaturën e tij ka ushtruar gjenocid vendin tonë, ndërsa ne kemi qenë në Kosovë ka ndodhur kryengritje. Në që djem
vajza, burra, gra, kanë marrë pushtë me mbrojtë familjet e tyre, trojet e tyre, nuk kem shku me sulmu asnjë shtet tjetër, kem qëndru në vendin tonë, e prandaj ka tendencë që me provu më ishu edhe historia sa që ka ndodhur luftën tonë për shtërim. Është bërë edhe më e qartë që në fakt e tërë UÇK-ja është duke u gjykuar, edhe jo të UÇK-ja, por e tërë